BBC e rendit Shqipërinë në mesin e destinacioneve evropiane më të veçanta për të kaluar pushimet verore të 2026-s. Sipas rrjetit britanik, shumë njerëz po kërkojnë përvoja autentike jashtë vendit, në vend të resorteve turistike gjithëpërfshirëse. Duke u referuar të dhënave të shoqatës së operatorëve të udhëtimeve, BBC thosë se 2 në 5 britanik po planifikojnë të bëjnë pushime në një vend ku nuk kanë qenë kurrë më parë këtë vit. Dhe nëse kërkoni një destinacion veror me kosto më të përballueshme dhe pak më të veçantë, por që po bëhet mjaft popullor, BBC rendit një sër arsyesh se përse duhet zgjedhur Shqipëria. Mund të fluturosh drejt Korfusit në Greqi dhe më pas të marrësh një traget në të cilin udhëtimi zgjat 30 minuta për në Sarand, që është hyrja për në Rivierën shqiptare, shpjegon blogerja udhëtimeve Amber Robertson. Ke plazhe shumë të bukura, beach clube të mira, merr atë ndjesinë e Greqisë, por me çmim më të ulët. Dhe pastaj ka dhe histori shumë të bukur, thot ajo, teksa shton në listën për të vizituar Beratin e Gjirokastrën. Një paketë gjithëpërfshirëse 7 ditore për një çift në ato që ajo e ka dëgjuar të quhet Maldivet e Europës, do të kushtonte rreth 1400 pound. Një familje me 4 persona do të shpenzonte rreth 2300 pound, shkruan BBC, ndërsa rekomandon Shqipërinë për të vizituar këtë verë.